Islami ka me qenë përmbi gjitha fe tjera, ose me argumente, me fakte të qarta, apo me krenari, me shpat edhe me fuqi. Pastaj vjen pyetja se Allah, domthon këtë fjalë, autori ka bazu në ajetin e Kur'anit, ku Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Huwa alladhi", në surën Tawba, domthon ajeti 33, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun." Ai është, domthon Allah është ai i cili dërgoi rasulin e tina, të dërguarin e tina me udhëzim dhe fe të vërtet, që kjo fe të jetë nga ndysën ndaj gjitha feve tjera. Edhe nëse sot e urrejnë këtë mushrik, ata i dhujtarë, mushrikët. A ka ndodhë, a është realizu këtë premtimi Allah subhanahu wa ta'ala, apo ka mbet pa u realizu. Domthon ka mbet që të realizohen të ardhmen. Këtë ajet, domthon Allah po na përgëzon që në fund, domthon Islami ka me qenë nga ndysën ndaj gjitha feve tjera. Disa prej njerëzve kanë mendojnë që kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kulefave tina, edhe domthon mbretërve që kanë qenë drejt, udhëheqësve që kanë qenë drejt Islam, kohën domthon kur Islami ka qenë feja më e lartë para disa shekujve. Edhe thonë që ky premtim i Allahut është realizuar dhe ka përfunduar. Mirë, po ky mendim është i gabuar. Domthon ajo çka është realizuar pikë këtij premtimi, është realizuar vetëm një pjesë e tina. Jo i gjithë premtimi i Allahut subhanahu wa ta'ala është realizuar. Prandaj ardhmja i takon Islamit. Edhe Islamin tarmën do të jetë më i lartë. Islamin tarmën do të jetë më ngandimtare. Me ndikimin e tina, me fuqinë e tina, me kushtimin e tina dhe me ligjin e tina, Islami ka me qenë feja më e lartë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregu, domthon ka bëshën në njërin prej haditheve tina, që ky premtim nuk realizohet më njëherë mas vdekjes tina. Por po çka ky premtim do të jetë tarmën, do të jetë para kiametit. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "La yadhhabu al-laylu wan-naharu hatta tu'badu al-latu wal-uzza." Sot nuk ka me kalu dita dhe nata. Ta qëllimi është që nuk ka me shku dita dhe nata, qëllimi është që nuk do të bëhet kiameti derisa njerëz të fillojnë me adhuru prap latin edhe uzan. Që kanë bërë mushrik me dhejtarët e Mekës. Ka qalet Aisha tu, atëri ka thonë Aisha, radiallahu anha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Ya Rasulullah, in kuntu la adhunnu hina anzala Allahu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Tatun ka mendu se kur Allah ka zbrit ajetin që të më herët, se Allah është ai i cili ka të dërguarin e tij me udhëzim, edhe me fe të vërtetë që të jetë triumfues, kjo fe të jetë triumfuese ndaj gjitha feve tjera, atë ka menduar që ky premtim është realizuar, është plotësuar. E po çka i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Qala innahu sayakunu min zalika ma sha Allah. Ky premtim, kjo mirë që Allah ja ka dhënë muslimanëve këtë, do të vazhdoj deri aty ku don Allah subhanahu wa taala. Domthon deri pak para kiametit. Këtë hadith e transmeton Muslimi. Pastaj kanë ardhur hadithe shumëta, të cilat e sqarojnë, na sqarojnë neve sasin edhe lartësin se deri ku do të arrijë Islami, deri ku do të jetë triumfuese, deri ku do të jetë më i lartë. Gjithashtu na tregojnë edhe lartësin apo vendet ku do të arrijë Islami, ku do të hyjë Islami, ku do të sundoj feja islame. Pra ka shumë hadithe sa që nuk lajnë vend për dyshim. Nuk lajnë vend me dyshu se e ardhmja do t'i takoj Islamit edhe muslimanëve. Nuk i lejohet asnjë muslimani me dyshu apo mu dëshpëru. Nëse e sheh gjendjen e ult që e kanë muslimanët, kohën e sotme nuk i lejohet, kur të ndëgjon këto hadithe nuk lejohet që ai me dyshu se e ardhmja do t'i takoj vetëm Islamit edhe muslimanëve me lejen e Allahut edhe me fuqinë e Allahut. Domthon na përmendim disa prej haditheve, ndoshta këto hadithe do të jenë shkak që për ata që e kanë dert Islamin, edhe ata që punojnë për këtë Islam, domthon ambicet e tyre ngritën edhe më lart, edhe punojnë edhe më shumë kur të ndëgjojnë këto hadithe.
Gjithashtu tjenë argument kundër atyre, cilët çka janë të shpru, janë demoralizu, kanë rënë depresion për muslimanëve dhe çka mendojnë që Islami nuk do të ketë të ardhme. Për tyre është hadithi ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Inna Allah zawa liya al-ardha fara'aytu masharikaha wa magharibaha. Allahu ma ka mbledh gjithë tokën. Allah ja ka mbledh gjithë tokën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja ka thënë përpara tina. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dhe sundimi i ummetit tim do të arrijë deri aty ku Allah subhanahu wa taala ma ka mbledh mu tokën edhe ma ka shpaq mu, domethënë lindjen edhe perëndimin, do deri aty sundimi i ummetit tim do të arrijë. Këtë hadith e transmeton Muslimi, Abu Daudi, Tirmidhiu, Ibn Majah dhe Imam Ahmed. Hadith tjetër që është më i qartë, edhe më gjithëpërfshirë se hadithi më herët, është hadithi në vijim, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "La yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar." Kjo fe do të arrijë deri aty ku arrin dita dhe nata. Në çdo vend ku ka ditë dhe natë, kjo fe do të arrijë aty, do të sundoj. La yatruku Allahu bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din. Allah nuk do të lej asnjë shtëpi, pavarësisht se është shtëpi e ndërtuar prej lloçit, prej baltës. Domethënë atë shtëpiat janë ndërtuar prej baltës. Mirë, qëllimi që kanë thënë ulemaja është që në çdo qytet ka me hy Islami. Në çdo shtëpi e cila është ndërtuar prej materialit fort, pavarësisht se është fllaç apo është materialet bashkëkohore që janë, Allah ka me fut në atë shtëpi Islamin. Pastaj thot wala wabarin. Edhe çdo shtëpi e cila është ndërtuar prej wabar është domthonë leshi i devës. Qëllimi është ata të cilët i kanë ndërtuar shtëpitë e tyre në përshkretina. Domthonë beduin, cilët shatorat e tyre, çadrat e tyre i kanë pas prej leshit të devës. Domthonë çdo shtëpi pavarësisht çdo vend pavarësisht është qytet apo është shtëpi e ndërtuar në shkretin, domthonë është shator i ndërtuar në shkretin, Allah ka me fut në atë shtëpi Islamin. Bi'izzi azizin au bi dhulli dhalilin. Thot me krenarin e ati i cili është aziz, ai i cili është krenar. Domthonë me fuqinë e atina i cili është krenar, domthonë mbretit musliman i cili është aziz, i cili është i fortë, i fuqishëm, edhe që është krenar. Au bi dhulli dhalilin, apo thot me në shkrushmërin, apo përultësin e ati i cili është i ullë, i cili është poshtë, domthonë me përultësin e qafirave. Edhe qaron më vonë në fund hadithit, çka është qëllimi me këtë thot: "Izzan yu'izzu Allahu bihi al-Islam." Krenari me cilën Allah thot i jep krenari Islamit. Allah ka me përhap këtë Islam me një krenari shumë të madhe. Edhe ka me qenë Islami, musliman kanë qenë më krenar. Musliman kanë me qenë më gabnimtar, më të lartit në këtë dunja. Au dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufra, apo thot me një nështrushmëri me cilën Allah i përul kufrin, i përul mosbesimin, i përul qafirat, ata që të basojnë kufrin, mosbesimin. Edhe pe gjërave që nuk ka dyshim, që tregon këto hadithe, është se kjo krenari e cila do t'i kthehet muslimanëve, detyrimisht tregon që muslimanët do t'u kthehet edhe fuqia tyne. Pavarësisht është fuqi ushtarake apo fuqi teknologjike. Domethënë musliman ka me qenë më krenar, ata dhe fuqia tyre ka më kthy, ashtu që ka qenë një kohë edhe një vend. Deri sa domon Allah t'ia mundson që me qenë më të lartit, edhe që të mbisodojnë gjitha fuqitë e kufrit edhe shirkut. Edhe me këtë do thot gjithashtu na përgjigjën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër, cilin e transmeton ku thot an Abi Qubayl, prej Abu Qubaylit transmeton thot: "Kunna inda Abdullah ibn Amr ibn al-As." Thot kena qenë ulun te Abdullah ibn Amr ibn al-As wa suila, edhe është pyet Abdullah
Amr ibn Asit, është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية. Të shpyt Abdullah ibn Amri, cila prej dy qyteteve të mëdha do të çlirohet së pari, Konstantinopoli, Stambolli apo Roma. فدعا عبد الله بصندوق له حلق. edhe ka thirr Abdullah ibn Amr ibn Asi me një sandak i cili ka pasur halkat hepret. Qala fa akhraja minhu kitaban, edhe ka nxjerr prej tij një libër. Don ky hadith në të kohë tregon se hadithi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është shkruar. Jo që janë të mendime që kohën e tina është ka qenë ndaluar më shkruaj hadithi. Qala Abdullah, atar thot ka thonë Abdullah, ka lexuar hadithin prej atij libri që ka shkruar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Bainama nahnu hawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naktub, kemi qenë duke shkruar, kemi qenë rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke shkruar, duke shkruar fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Idha su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-madinatayn tuftahu awwalan al-Konstantiniyya aw Rumiyya. Atar është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cila prej dy qyteteve do të çlirohet së pari, Konstantinopoli apo Roma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinatu Hirakl tuftahu awalan, yani al-Konstantiniyya. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që qyteti i Heraklit do të çlirohet së pari, do thotë se ka pas për qëllim Konstantinopolin. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi, Darimiu edhe Hakimi. Konstantinopol. Edhe çlirimi i parë i Konstantinopolit domosdoshmë është realizuar. Çlirimi i parë i Konstantinopolit është realizuar. Për arsye se Konstantinopoli do të çlirohet dy herë. Hera e parë është realizuar domosdoshmë përmes Muhammed Fatih, i cili ka qenë si Osmanlive, xilafetit Osmanli. Mirpo Konstantinopoli do të çlirohet edhe një herë. Qysh ka lajmëruar pejgamberi që do të çlirohet me tekbire. Domosdoshmë do të përdoret kurfar armatimi për çlirimin e dytë të Konstantinopolit. Ai do të çlirohet vetëm me tekbire, vetëm duke thënë Allahu Akbar. Edhe për çlirimin e dytë kanë ardhur hadithe të tjera ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam paralajmëron, edhe kjo padyshim që do të ndodhë. Pastaj çlirimi i dytë që thakëm, i cili do ndodhë, çlirimi i dytë të Konstantinopolit, prapë domethënë detyrimisht tregon që xhilafeti i tretë, i cili ka qenë sipas menhajit, domethënë sipas rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sipas metodologjisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prapë komo kthyer musliman. E këtë më së miri e tregon, edhe na përgëzon me të vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili thot në një hadith, takunu nubuwatu fikum ma sha Allah an takun. Sa do të jetë pejgamberia në mesin e juve, sa don Allah me qëndru. Thumma yarfa'uha Allahu idha sha'a an yarfa'ha. Pastaj thot Allah këtë pejgamberi, domon e ngrit kur don me ngrit. Kur don Allah me ngrit. Domon me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thumma takunu khilafatun ala minhaj an-nubuwah. Pastaj thot do të jetë khilafat sipas minhajit, domon sipas metodologjisë dhe rrugës pejgamberit, domon sipas rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fatakunu ma sha Allahu an takun. Edhe do të qëndrojë ky khilafat i drejt, aq sa don Allahu me qëndru. Thumma yarfa'uha idha sha'a an yarfa'uha, pastaj Allah nëse don komë ngrit, komë largu këtë khilafat. Thumma takunu mulkan 'azdan. Pastaj do të vijë mbretëri, e cila do të jetë mbretëri që do të bëjë zullum, do të bëjë padrejtësi. Do të rronë njerëz me u bind me fuqi. Fa yakunu ma sha Allahu an takun, edhe kjo mbretëri do të qëndrojë aq sa don Allahu me qëndru. Thumma yarfa'uha idha sha Allahu an yarfa'uha, pastaj Allah këtë mbretëri kur dëshiron e ngrit edhe largon. Thumma takunu mulkan jibriyan. Mulkan jibriyan. Pastaj do të jetë mbretëri e cila do të ketë në të diktatur. Kjo mbretëri do të jetë diktatur. Fa takunu ma sha Allahu an takun, atë kjo mbretëri do të qëndrojë aq sa don Allah. Thumma yarfa'uha idha sha'a an yarfa'uha, pastaj thot Allah kur dëshiron
e ngrit edhe largon këtë bendsi. Pastaj çka thot? Thumma takunu khilafatan ala minhaj an-nubuwah. Thumma sakat. Pastaj thot prap në fund do të vi një khilafet i cili do të jetë sikur të khilafeti i parë, i cili do të jetë sipas minhajit, sipas rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Pastaj për haditheve tjera që i përgëzojnë musliman që kanë me qenë më ngavnimtar, që kanë me qenë më të lartë në këtë dunja, janë hadithet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar neve ose ka paralajmëruar që muslimanët do të kthehet edhe një herë, do të kthehet fuqia ekonomike dhe fuqia, domthonë e shfrytëzimit të mirave të kësaj toke. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta ta'uda ardu al-arabi murujan wa nahara. Nuk do të ndodhë kiameti derisa të kthehet toka e arabëve në lumen edhe në kopshte. Do të kthehet në kopshte edhe në lumen. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi, Hakimi dhe të tjerë. Edhe fillimet e këtij përgëzimi, fillimet e kësaj myrë të pejgamberit kena po na kem filluar mi dëshmu vetë në kohën tonë. Në këtë kohë kur Allah subhanahu wa taala ju ka dhënë arabëve që janë gatishëm në arabik të mira aq shumë të dhe bereqet aq shumë të, sa që ata kanë arritë me bo mjetas për sotra, që me nxjerr ujin për thellësive tokës, edhe çka me atë ujë, me ujit, domthonë tokën kena fillu, domthonë me dëshmu këtë myrë në këtë paralajmërim, këtë premtim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi filluar domthonë me pasë se musliman gatishëm në arabik po fillojnë me çelëzru gatishëllin atë gatishëll domthonë edhe me realizu premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akoma mirë për një musliman se sa me dëshmu edhe me pa një paralajmërim të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë mirë. Prandaj muslimani ka ndalume kur të dëgjoj këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mu dëshpëru, mu demoralizu apo më rënë depresion, edhe me mendu që nuk ka shpëtim apo nuk ka të ardhme për islamin. Për arsye se dëshpërimi edhe demoralizimi nuk është për cilësive të muslimanit. Kjo është për cilësive të qafirave. Që është ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Nuk dëshpërohet për mëshirës të Allahut veç se populli i cili është mosbesimtar. Muslimani ka ndalume që me ranë këtë dëshpërim, me ranë këtë depresion. Njëjtën kohë, kur të dëgjon këto hadithe, do të më shpejtu edhe me vepru që me qenë aj me punu do më për këtë islam, me mësu, spari me mësu këtë islam, edhe me thirë këtë islam që me qenë aj i cili ka qenë shkaktar po me arrit musliman të edhe njëherë këtë triumf, me arrit edhe njëherë këtë gavnim. E jo me thonë, masi që Allah subhanahu wa ta'ala ju ka premtu muslimanëve që kanë me qenë më të lartit, unë e porri dhe s'po konaj. Po unë Allah ka me realizu premtimin e vetë, unë e s'kom nevojë me punu. Jo, e kundërta, ti do të me qenë aj ti ki ndalume me mendu kësaj dhe me vepru kësaj. Ti ki obligim që nëse Allah të ka thonë që ti ki me qenë edhe njëherë më i lartë, edhe ti ajo të ka me qenë më dominuese, edhe më gavnimtare, ti ki obligim që me punu, edhe me qenë shaktar që muslimanëm ju kthy edhe njëherë krenaria. Pastaj thot autori, wa kafa billahi shahida, edhe Allah mjafton si dëshmitar i kësajna. Thonë Allah mjafton si dëshmitar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i sinqert në atë që ka thënë. Edhe fjala bëja që ka ardhur kafa billahi shahida mjafton Allah si dëshmitar. Thonë gjuhëtarët arab thonë që kjo bë është vetëm shtojc, edhe qëllimi është për me zbukuru shprehjen, për me zbukuru fjalin, i po tjetër kohë është edhe për hiperbolizim. Domthon Allah mjafton si dëshmitar mi po shkan formën më stërmadhuse. Njëjtën kohë vetë fjala shahid që ka ardhur, Allah mjafton si shahid, domthon si dëshmitar, është ardhur në formën fa'il që në arabisht përdoret vetëm për hiperbolizime. Domthon vetëm Allah mjafton si dëshmitar, mjafton domthon në mënyrën më të lartë, në mënyrën më të madhe, më stërmadhuse, më hiperbolizuese. Pastaj fjala shahid në gjuhën arabe ka dy kuptime. E para është al-ikhbar wal-i'lam, me lajmëru
me shpall diçka dhe me deklaru. Unë çka Allah i afton si dëshmitar i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me thënjet e tina, me fjalët e tina, duke përmend e duke tregu vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke tregu sinqeritetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe duke tregu që pejgamberia e tina është hak, është e vërtetë. Kuptimi i dytë është el-hudhur wal-ittila, që Allah çka domon dëshmon, prezanton edhe çdo me dijen e tina, domethën prezanton edhe dëshmon çdo gjë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe njerëzit e tjerë veprojnë. Domethën nuk ka mundësi që Allah subhanahu wa taala për veprave të robëve tim ju mshël diçka. Çdo se në Allah është dëshmitar edhe është çdo punë që robët e tij veprojnë, Allah subhanahu wa taala është dëshmitar edhe është atë punë. Prandaj për emrave të Allahut është shahid. Për emrave të Allahut është shahid. Allah subhanahu wa taala thot: "Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid." A nuk mjafton që Zoti është Zoti